Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë histori dhe për të folur për ngjarjet që në fakt kohën e fundit po na shokojnë të gjithëve. Dua të nis edhe ditën e sotme këtë rrëfim për yllin e muzikës shqiptare zonjës Parashivi Simaku. Ashtu si që Eltoni paralajmëroi që zonja Simaku ndjek të gjitha podcastet, të gjitha emisionet që mbahen rreth emrit të saj, rreth imazhit të saj, dua të ngrë në zë një fenomen shumë të rrezikshëm dhe një fenomen të tmerrshëm. Zonja Parashivi Simaku, do më thënë, duke që shumë e ndikuar nga inteligjenca artificiale që njerëzit shpikin, krijojnë lajme, krijojnë diskutime, krijojnë dinamika, duke përdorur emrin e saj. Por unë dua të them që jeta dhe shpirti i njeriut nuk është klikim. Tani u përfol në një emision shqiptar për zonjën Simaku, që zonja Simaku ka mbetur në rrugë shkaku sepse ka marrur burrat e të tjerëve. Nga një vajzë e cila është pothuajse e gjeneratës tonë, që do të thënë le ta themi e një shumë pak rrugtimin e zonjës Parashivi. Ne jemi gjenerata që kemi dëgjuar emrin e saj nga prindërit tanë si një artiste e madhe, si një këngëtare që kur ka kënduar zonja Parashivi, do me thënë ka qenë një rrezik shumë i madh atëherë për këngëtaret shqiptare, një këngëtare që ka marrë epitetin, ka marrur emrin, ka marrur famën, jo si sot në mënyrë virtuale, në mënyrë YouTube-i, në mënyrë sponsorimi. Atëherë nuk ka patur kështu fenomenesh. Atëherë do me thënë këngëtarja është ngjitur në skenë dhe ka patur një orar të caktuar kur është transmetuar kënga e saj në radio televizionin publik shqiptar, dhe të gjithë vendet shqiptare kanë patur një orar. Ju që jeni në vitet pak më të, domethënë më të mëdha se ne, e dini shumë mirë, ju që jeni prindërit tan, sepse ju na e keni mësuar, na e keni treguar këto gjëra. Domethënë ka patur një orar të caktuar kur janë transmetuar këngët, dhe sidomos në shtetet jugoslave në atë kohë ka qenë domethënë me orar fiks që të mund të dëgjoje një këngë, dhe ka qenë e rrezikshme se po të zbulonte shteti që ti dëgjoje këngë shqiptare, shihje një emision shqip, domethënë të të zhduknin nga faqja e dheut. Dhe kjo artistja, e cila ka sakrifikuar kaq shumë për karrierën e saj, ka investuar kaq shumë në vete në atë kohë që domethënë ka qenë shumë e vështirë, sot po gjuhet dhe vetëm po gjuhet për klikime. Fillimisht një herë unë dua ta falenderoj Eltonin, i cili mori përsipër një rrugtim që unë e kam thënë, nëse do të futeni në video që unë kam folur më herët, mori përsipër një udhtim shumë të rëndë, një vit më përpara. Shumë të rëndë sepse ndoshta Eltoni u gjuajt me thik, u paragjykua se çfarë ai bënte, dhe biles erdhën deri në atë pikën sa që thanë që Eltoni e përdorën këtë gjë për klikime. Por Eltoni nuk foli, por veproi. Do me thënë, është ndryshe të bësh bla 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 dhe ndryshe është të veprosh. Eltoni dhuroi një unas të shenjtë, një unas me diamant. I dhuroi një ambient, i dhuroi një jetë luksi, siç zonja në fjalë, zonja Parashivi e meriton, siç diva shqiptare e meriton. Dhe nëse Eltoni Liriani doli në një media shqiptare për të treguar ku kemi arritur me zonjën Parashivi dhe çfarë po bëhet me të, Eltoni nuk doli për të kërkuar mëshirë, nuk doli për të kërkuar lëmosh. E tha thjesht një muhabet që Parashivi Simaku nuk është vetëm e imja, por është e të gjithë shqiptarëve. Dhe ju, si biznesmen, si personalitete, nëse atë ditë kur unë e gjeta u solidarizuat, apo atë ditë kur doli videoja u emocionuat, i nxorët emocionet përpara realitetit, ku mbetët ju të emocionuarit, ku mbetët ju që thoni që do t'ja japim këtë, do t'ja bëjmë këtë, do t'ja bëjmë këtë, domethënë ku mbeti gjitha kjo? Dhe gjitha kjo rrjedh nga një mlefi i krijuar për një personazh i cili ka përzgjedhur rrugtimin e jetës së tij, që në këtë rast është Eltoni Liriani. Dhe më e keqja është tani e konfirmuar dhe nga Eltoni, pasi që Eltoni e pranoi tagun e zonjës Parashivi
në Instagram. Më e keqja është se është hapur një fanpage me 68.000 followers, që nuk është një numër pak, është një numër i frikshëm, dhe shkruan deklarata për zonjën Parashevi, që në fakt ka shkruar për Lukën. Dhe shif çfarë shkruan: Luke biri im, më dhëm çdo ditë kur nuk të kam pranë. Kanë kaluar 11 muaj që nuk të kam parë. Dhe kjo erdhi pas gati një dekade që nuk e kemi parë njëri tjetrin. Çdo ditë pa ty është një plagë që nuk shërohet. Rrethanat na ndajnë, por jo dashuria. Ndoshta jeta nuk na la mundësi të qëndronim bashkë, por të dish se unë do ta jetoj me ty edhe me gjëmba, vetëm të ishim pranë njëri tjetrit. Edhe ato 3 herë që kemi folur në telefon, thot, fjala jote ishte e ftohtë si e drejtuar ndaj një të huaji, jo ndaj nënës që do t'jepte jetën për ty. E megjithatë, çdo fjalë e jotja sado e largët për mua kishte peshën e botës. Ende kujtoj momentin kur më përqafove. Ishte si kur bota ndaloi për pak çaste. Aty ndjeva se gjithçka kishte kuptim, se çdo vuajtje bëhej më e lehtë kur të kisha ti afër. Nuk të mbaj inat, as nuk të gjykoj, vetëm të dua në heshtje siç dita doj një nën. Edhe nëse më mohon, unë do t'jem gjithmonë nëna jote, Luke. Ajo që të pret, që të falë dhe që s'pushon kur së dashuruari. Mos haro birim, një ditë edhe ti do të bëhesh prind. Atëherë do ta kuptosh se çfarë ndjen një nën, se sa shumë do të kalonte oqeane dhe vite të tëra vetëm që fëmia i saj të ishte i lumtur. Në fakt, kjo është postimi i këtij fanpage që tregon dhe i konfirmuar dhe nga ana e Parashevis, por edhe nga ana e zotit Iliriani, që tregon që ky nuk është fanpage zyrtar i zonjës Parashevi, po do të thënë është i keq përdorur nga një personazh që ndoshta dëshiron të krijoj pak klikime nga zonja Parashevi. Tani, Eltoni tha që zonja Parashevi nuk flet me Lukën, do të thënë nuk kanë kontakte. Është më se normale. Luka ka jetuar disa vite pa nënën e tij për arsyet e tija. Për arsyet e zonjës Parashevi, unë nuk dua të futem në personalen. Zonja Parashevi akoma mendon që nuk është e ndarë nga Roberti dhe mua më vjen shumë keq për këtë pjesën. Ajo që unë dua, domethënë Eltoni ka nevojë për ndihmën tonë, që t'i ndihmon zonjës Parashevi që ta ketë pranë dhe ta arrin në atë rrugën që dëshirojnë të arrin, domethënë të realizon atë ëndrrën për të cilën zonja Parashevi e la Shqipërinë, domethënë atë Hollywoodin. Dhe në qoftë se ne nuk i ndihmojmë në aspektin moral, në aspektin të shpirtit, që zonja Parashevi të ndëgjon fjalët e Eltonit, se Eltoni nuk është njeriu që don ta dëmton atë, por është njeriu që don ta ndihmon. Dhe ky njeriu që don ta ndihmon ka nevojë vetëm për një ndihmë, që zonja Parashevi të bindet, të bëj ID-n e Amerikës dhe ID-n e Shqipërisë, që të ketë një jetë të lumtur, të sigurt edhe të paqshme, kur djali i saj, Luke, zonja Parashevi, kur Luke do sheh që ti bën veprimet për të ndërtuar një jetë më të mirë dhe për të mos përfunduar në rrugë, ai me patjetër që do të bën lëvizjen edhe do të vi pranë teje, sepse ai dëshiron sigurinë tënde, dhe siguria jote është që ti të ndëgjosh Eltonin, por edhe shqiptarët duhet të jenë sa më afër Parashevis. Me patjetër që Eltoni i vetëm këtë betejë nuk mund ta fitojë. Kjo betejë do njerëz, kjo betejë do ndihmë, kjo betejë do mbështetje. Unë nuk e di që një njeri në botë i vetëm mund të ketë arritur diçka, pa njerëz, pa rreth, pa grup. Andaj unë apeloj tek të gjithë që të marrim seriozisht punën e zonjës Parashevi. Zonja Parashevi është e mrekullueshme dhe ne duhet ta kthejmë artisten më dinjitoze në skenën shqiptare.